mandati. Ngrihet në çdo raportim vjetor të institucionit që ju drejtoni, është ngritur vazhdimisht çështja e jo e zgjatjes mandatit. Por është ngritur çështja e një të drejte, për mu tërësisht ligjshme, ajo e të drejtës për të rikandiduar për një mandat tjetër e secilit prej trupës së prokurorëve që sot ushtrojnë veprimtarinë dhe funksionet në atë strukturë. Dhe sigurisht që është çështje reformë kushtetuese, e tha zoti Gjiknuri, në fakt duhet prekur kushtetuta këtë drejtim. Por nëse ka vullnet, kushtetuta nuk është tabu. Nuk është tabu, sepse ne kemi ndërhyrë disa herë kushtetut, kemi ndërhyrë dhe për ato që tha zoti Bylykbashi për ligjin e dekriminalizimit, dhe që secili e mbron atë pronën e vet, se ligji i dekriminalizimit ka qenë në ligjet e para që kemi miratuar në parlament. Mirë është që e miratuam, shqyr që e kemi në fuqi, edhe pse ai ligj, le të themi, prek disa të drejta kushtetuese dhe bie ndesh me disa nenet konventës europiane të drejtave të njerëzit. Por është marrëveshje politike kjo, rëndësi ka që ka kontribuar në pastrimin e administratës apo të politikës nga elementët me rekorde kriminale. E kemi prekur kushtetutën edhe kur bëm reformën në drejtësi, që bëm këtë zgjidhjen dhe zgjedhjen që ju të kishit një mandat 9 vjeçar pa drejt rizgjedhje, por vetë shtroj pyetjen tani, edhe pyetja është shumë e thjeshtë. Ju jeni prokuror, siç janë edhe armata tjetër e prokurorëve që ushtrojnë funksionet në prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm. Tani pse atje garantohet vazhdimësia e karrierës nga një nivel tek tjetri, pa kufizime mandatësh, ndërsa tek kjo që ne vërtet e quajmë prokurorit posaçme, po nuk thot kushtetuta që ka mandat të përcaktuar kjo prokurori. Ky është organ kushtetues. Ka jetëgjatësi ky si institucion. Tani, përse gjyqtarët e gjykatës posaçme i ushtrojnë funksionet pa kufizim në ato strukturë dhe i nënshtrohen kufizimeve apo masave disiplinoreve sipas ligjit për statusin e magjistratëve, ndërsa prokurorëve të kësaj strukture, pasi akumulojnë gjithë të përvojë në hetimin e korrupsionit dhe të krimit organizuar, ju thotë, ju s'keni të drejtën të kandidoni për një mandat të dytë të rizgjidheni, se prapë KLP-ja do ta vendosë fund ditës. Por jo t'ju mohohet e drejta të kandidoni. Kush për jush dëshiron të kandidoj në mbarim të mandatit, le të mlidhet KLP-ja atje, ta vlerësoj performancën, punën, cilësinë, pastërtinë e figurës, integritetin, rezultatet konkrete të punës dhe të ngren dorën, vazhdoni. Kush nuk dëshiron dhe ligji i garanton vazhdimsinë e karrierës në një nivel tjetër të prokurisë. Edhe unë do t'ju kërkoja kolegëve, sepse kjo do vullnet politik, kushtetuta nuk mund ndryshohet vetëm me votat e njërës palë. Nëse kërkojmë shumë për kësaj strukture, duhet t'u japim dhe garancinë dhe qetësinë e nevojshme për të punuar në atë strukturë. Edhe për një arsye tjetër, ligji për spakun, në mos gaboj në 6, e shoqëron këtë periudhë 9 vjeçare për secilin prej jush me kufizime të jashtëzakonshme sa i takon privatësisë. Ju përtejt qenurit prokuror, keni një jetë familjare, keni një jetë tuajën, por që të gjitha janë pjesë e kësaj sakrifice që bëni në këtë strukturë. Unë jam që të mos ngelemi vetëm në nivelin e konstatimeve. Personalisht, ndaj këtë mendim, ju do duhet keni të drejtën
të kandidoni për një mandat të dytë në Këshillin e Lartë Prokurorisë si gjithë prokurorët e tjerë të sistemit. Zoti Gjiknuri e shtroi me të drejtë pyetjen, ore çdo bëhet me çështje se kur mesatarja një çështje zgjat 18 muaj, tani çfarë do të ndodhe me këto çështje shumë komplekse ditën kur një pjesë e juaja do t'ju mbaroj mandatin 9 vjeçar? Si do të hyjë një prokuror i ri në këtë strukturë, nga e para në logjikën e një hetimi që ka zgjat 20 muaj? Unë kam qenë vetë prokuror. As në gjykim nuk përfaqësohet çështja e tjetrit. Në gjykim nuk përfaqësohet çështja e tjetrit. Jo më të marrish një hetim, 10 dosje, 20 dosje, ku ka hetuar më përpara 18 muaj, 20 muaj, 2 vjet një prokuror tjetër, dhe të futesh në logjikën e çështjes dhe të faktit kriminal. E di që ka edhe shumë kolekt mit që ndajnë mendimin të operoj Këshilli i Lartë i Prokurorisë me komandimet që prokurorët e strukturës që u mbaron mandati, ti komandoj KLP-ja deri në përfundimin e këtyre çështjeve. Kjo do ta dëmtonte shumë më tepër hetimin. Shumë më tepër. Përkohshmëria e dëmton cilësinë e hetimit. E dëmton. Se ndaj këto mendimun. Dhe jam kundër këtij mendimi. Sepse nuk ka patur rezultat në komandimet, jo në prokuritë e jurisdiksionit e prokurinë e posaçme, por s'ka patur rezultat në komandimet tek prokuritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që ju të keni këtë siguri në vazhdimsinë e punës që keni nisur. Nuk është as zgjidhja që prokurorëve që ju mbaron mandati, nuk e di kur janë grupi i parë i prokurorëve që ju mbaron mandati, në dhjetor 2028-ës, 8 parët, po, 8 parët ju mbaron mandati, po, dhe brenda një vit janë dhe 13 tjerë, 70%. Nuk është as zgjidhje që ti si drejtues të mos fillosh t'ju japish çështje të reja këtyre që do ikin në fund vitit 2028. Nuk është zgjidhje kjo, sepse do t'i merret fryma strukturës. Do kemi një trup prokurorësh që do të mbingarkohen në punë dhe një trup tjetër prokurorësh që do mbarojnë gjykimet. Dhe po zoti Bylykbashi, ne urojmë që jo më t'je bëne shumë mirë pyetjen, por ne urojmë dhe shpresojmë që Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Më kupton? Po. Tani se ti do me mzit edhe të një mendim ekstrem që kam unë. Bashkojmë votat, ta ndryshojmë kushtetutën, ta heqim krejt kufizimin e mandatit dhe këta. Po pse e vure ti? Jo, 140 vota kemi dhënë për ato. 140. Po se kështu thoni ju, se s'keni punuar prokuror, ju thoni të përplasen një këta janë 9 vjet atje. Po, thot, s'ke dash me punuar, pra s'ke dash me ndet këtu. Po, kjo është problemi. Po, edhe unë kam bë punë tjera përpara. Po jo se s'po e bëj këtë unë. Se bëjmë debat fare këtë gjë. S'kemi pse e bëjmë debat. Unë po them një mendim timin. Ti thu, ja ku jeti pra. Ti thu jam kundër zgjatjes mandatit. Jo mos ke pse e thu fare ato. Je kundër zgjatjes. Pavarësinë e institucionit. Po pse ku? Po pse çfarë shefte ata aty? Po çfarë shefti këta ato? Po çfarë po shefte ata pra? Kemi deputet këtu që tha e votoi pa me sy të mbyll. Edhe ti votoi me sy të mbyll. Po ti ke votuar me sy mbyll ligjin për ndryshimin e anit 45 kushtetutës për ligjin e dekriminalizimit tani le mos na hap. O zoti Bylykbashi. Të lutem, mos hym këtë debat tani. Ju lutem. Mos hym këtë debat tani. Po pse të duken të varur ata aty? Po ti 75 kallëzimeve, 75% kallëzimeve i keni bërë ju ata më. Si? Lutem, o zoti Strazimiri, ta përfundoj tani se s'është debat që e bëjmë. Tani, po jemi dakord. Ore je kundra ndryshimit kushtetues. Ore je kundra ndryshimit kushtetues, e morën vesh në këto. Çfarë problemi ka? Je kundra. S'ja vlen tani.
O zotri, o zoti Strazimiri, ju keni votuar, ne kemi votuar pa e lexuar. Po, tani mos hym historisë Parlamentit Shqipërisë, është votuar ndryshimin në 45 ke ligjit dekriminalizimit pa e lexuar fare ky zotria këtu. Po, jo ja shkujtet nesër më në mëngjes ti, mbasi na mlodhe ndark. Lutem. Mbasi na mlodhe ndark, po. Gjithsesi, mbasi na mlodhe ndark. Mos hym te kjo histori. Tani. Po. Është një ish deputet që s'ka më mandat. Është i shkruajtur nga ne. Po le këta janë pjesë historisë parlamentit. Tani, dakord. Ju, dakord. Unë e thash që në fillim. O zoti Strazimiri, unë e thash që në fillim. Çështja e zgjatjes mandatit të prokurorëve të Spakut, e drejta për të kandiduar, e drejta për të kandiduar, ore ju përtitni sa doni, është e drejtë kushtetuese i kandidimi. Pik. Është e drejtë. Po, hajde pra ta ndryshojmë. Po pse duhet ndryshuar Komisioni i Venecias? Po nuk e ndryshojmë sepse po Komisioni i Venecias rekomandime jep. Nëse kemi për po të lutem tani. Shtetet Po jam dakord. Shtetet mund të lutem. Kjo ka ndodhur se të ditë njëri ka qenë për vetëm arsyet e Dakord. Kështu u mendua atëherë. Kështu. Ju lutem. Ore ky ka ndet me vite pa gjumë, shumë mirë me ditë pa gjumë, është çështje zgjedhje, në atë kohë kështu e menduam, po tani gjërat ndryshojnë dhe ka ardhur koha, evolojnë, ecin. Ata kanë bërë përparime në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe pse jo, gjërat nuk janë të shkruajtur me ngur atje dhe nuk ndryshojnë. Po Churchillin e duan kur duan këta, nuk e duan kur tani zoti prokuror Zoti Brao që ta mbyllim se ishte i nevojshëm edhe ky debat, ishte i nevojshëm, pavarësisht se kemi qëndrime të ndryshme. Se kisha nevojë ta lexoj qasjen, se lexoj një qasje tjetër në backstage dhe një qasje tjetër këtu në opinion publik, më kupton? Edhe më në fund e kam të qartë tani panoramën se ku qëndron problemi. Zoti Brao, Zoti Mara, Zonja Beko, Zoti Keta dhe Zoti Nako. Shumë faleminderit për sot, por respekt për punën e një viti që ishte 2005 dhe për gëzime dhe për vazhdimsinë 2006. Mbështetjen e këtij komisioni dhe të Kuvendit Shqipërisë i keni dyert e hapura. Qoftë edhe për këtë debatin që bëjmë, mos u dekurajoni, kërkojeni këtë gjë. Kërkojeni, siç e keni kërkuar. Pse? Sepse jo se do të jetë fundi i botës ditën kur të marroni ju mandatin 9 vjeçar aty. Sepse ju jeni prokuror të Republikës së Shqipërisë në fund ditës edhe ju jeni asete të atij institucioni, siç janë edhe gjithë armata e prokurorëve që sot militojnë në sistem. Këto i thash edhe kur ishte prokurori i përgjithshëm. Edhe oficerët e policisë gjyqësore dhe hetues të BK-s. Që unë dua t'ju inkurajoj të përzidhni në këto vende që keni hapur 40 vende që u ka dhënë kuvendi, buxheti i Kuvendit Shqipërisë, të përzidhni njerëz me integritet. Të përzidhni njerëz të aftë, sepse ata do të jenë gjatë aty në BKH. Dhe kjo është ajo që duhet t'ju kërkojmë ju. Pjesa tjetër pastaj ju bëni detyrën ato që u ka ngarkuar kushtetuta dhe ligji. Jo ç'thot politika, çfarë dëshirash ka politika. Hetimi s'është çështje dëshirash fare. Më kupton? Se po të ishte punë dëshirash tani, siç thot ky për atë librin, unë isha kurioz, në fakt sot, por nuk e bëra pyetje, a ju ra kot lexoni librin e këtij.
se këta prodhojnë libra çdo 2 vjet kur ka zgjedhje dhe bëjnë një libër. Tani dhe lexojeni edhe librin e këtyne, e kupton, sepse libri këtyne ka çuditëra. Se të kur kthehet, kur politika e kthen, kërkon nga hetimi çështje librash dhe çështje dëshirash, ju mos na ngjoni ne. Ju keni vetëm një detyrë, faktin, provën. Faktin penal dhe provat. Kodi i procedurës penale është korniza dhe kodi penal që keni ju. Ju keni 2 libra të shenjtë, kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Ndërsa politika, thot një shprehje urt popullore, është meraka tundi. Nuk e di kush më kupton, apo livath pa, ku mund të thuash çfarë të duash, ku mund të thuash çfarë duash, dhe në fund të ditës edhe pos ngeli as i gjë, mirë është. Po ngjidhin ai gjë, mirë është. Ndërsa ju keni një mision fistik, se keni të bëni me njerëz. Lënda që keni ju janë veprat penale dhe njerëzit, që në një moment saktuar tjetër tyre bën konflikt me ligjin penal dhe aty themi përgjegjësia penale është individuale. Dakor? Dhe këtu do ta keni derën aftë. Për çdo gjë. Zoti Bylik Bashi thot mos na bëj leksion, unë nuk bëj leksione, se unë për shembull nuk jam ekspert i kodit zgjedhor. Po me përvojën që kam bruri, futëm tek ato ekspertët modest që e njoh hetimin. Modest, sepse gjërat dhe ndryshen, unë e kam lënë provurin 2009 dhe hetimi ka ikë shumë përpara. Por unë jam ekspert të kjo pjesë dhe ndoshta flas pak më me pasion se sa kolegët e tjerë. Ke kodi zgjedhor atë ditë, ishit ju atje, i pat 2 bashkëkryetarët, ke kodi zgjedhor. Këta folën se këta i din mirë, ç'thot ose bëjo diri e gjitha, ne çkretën të ngrem dorën aty. Shumë faleminderit dhe kënaqësi që u kishim dhe ditë mbar. Ndërkohë ne vazhdojmë me rendin e ditës. Po i kam. Pika e tretë është marrëveshja e UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për ekurudhat shqiptare, rehabilitimi i ekurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i linjës ekurudhore me aeroportin ndërkombëtar Tiranës, zgjerimi i projektit. Jemi komision për dhënie mendimi, relator do të jetë kolegu Ani Dyrmishi. Nga Ministria e Infrastrukturës kemi prezent sot në komision zonjën Enkeleda Muçaj, zëvendës ministre. Ku është? Është rrugës. Po. Zonja Enkeleda Muçaj, zëvendës ministre, dhe nga Ministria e Financave, zonja Kesiana Halili, drejtoreshe e përgjithshme e borxhit shtetëror. Ku është zotëria? Po s'ka probleme se dhe po s'erdhi zotëria, në rregull jemi. Jo, më ja ka erdhi. Jo, s'ka problem. Hajde, zoti Kasoruho, menaxheri i projektit Tiranë-Durrës Aeroporti Rinasit. Zonja Muçaj, mirë se erdhët komision, por pas kësaj dite gjatë, do t'ju lutesha, kur them shumë shkurt, dua vetëm çfarë është kjo marrëveshje. Dhe zoti Dyrmishi është përgatitur, nëse ju do thoni pak gjëra, ai do thot shumë më pak gjëra. Fjala është për ju. Nderuar kryetar, nderuar anëtar, shumë faleminderit në fakt që na mundsuat si Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoritetit Ekurudhës Shqiptare në Shqipëri dhe Ministrisë Financave për të diskutuar ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e komponentit elektrifikimit të projektit ekurudhor Durrës-Tiranë-Rinas. Të dashur, jemi ndodhur në fakt në këtë komision më herët për të mbështetur një projekt shumë të rëndësishëm, pikërisht për zhvillimin e sistemit ekurudhor në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht atë për ndërtimin
dhe në fakt punimet civile në lidhje me këtë linjë korridore janë përfunduar tërësisht. Më pas kemi vijuar me çështjen e ndërtimit godinave dhe për sa i përket reflektimit të çmimeve për shkak të ndryshimeve dhe që erdhën për shkak të krizave, por edhe gjithashtu konceptit të mbikëqyrjes së projektit, dhe sot vi me një komponent shumë të rëndësishëm që zëvendëson konceptin fillestar të këtij projekti, që ishte ai përdorimit të naftës për funksionimin, për gjithë pjesën e mobilitetit, në atë të elektrifikimit dhe themi në vetvete kjo linjë e kredisë mbështetet nga 11.5 milion euro plus gjithashtu grant në të njëjtën vlerë të nderuar. Për të parë në Shqipëri, do donim që ta ndanim me ju, ndodh që 50% e vlerës totale të investimit në rastin konkret pra për elektrifikimin mbështetet nga Bashkimi Evropian, gjithashtu nëpërmjet Kornizës Ballkanit Perëndimor, me një vlerë pra të njëjtën vlerë në formën e grantit për këto punime, të cilat vetëm do t'i përmendim për efekt të informacionit, elektrifikimin e plotë të segmentit të korridor Durrës-Tiranë, të degëzimit të ri drejt aeroportit ndërkombëtar Tiranës, furnizimin me pajisjet elektrokorridore, ndërtimin dhe instalimin e sistemit të katenares, që është linja elektrike që furnizon energji elektrike trenat, gjithashtu ndërtimin e 2 nën stacioneve të rëndësishme në Tiranë dhe Durrës, pra duke mos qenë vetëm elektrifikimi i linjës, por ndërkohë edhe në stacioneve që mbulojnë furnizimin me energji, testimin, certifikimin dhe vënien në shërbim të sistemit të elektrifikimit. Të dashur, kjo marrëveshje në vetvete është miratuar në Këshillin e Ministrave në mars të vitit. Marrëveshja është nënshkruar një javë më pas dhe pret patjetër që është paraqitur për jush në kuptimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, procedura e brendshme administrative dhe propozimin kuvendësh ka ezauruar të gjitha fazat e brendshme procedurale dhe në vetvete dhe kushtet e kredisë janë të tilla të cilat i qëndrojnë një organi financiar ndërkombëtar si Bergji me kritere dhe element shumë të themi përfitues për sa i përket edhe buxhetit të shtetit dhe qëndrimit që Ministria e Financave ka marrë duke të themi akorduar dhe firmosur këtë marrëveshje financimi. Ne mbetemi të hapur për çdo pyetje dhe koment. Faleminderit zonja Muçaj, zoti Dyrmishi. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit profesorës ministrisë. Atëherë, me që zës ministri ishte e qartë në paraqitjen e qëllimit dhe përmbajtjes së projektligjit, unë po kaloj në pjesën procedurale ku projektligji është në përputhje me legislacionin e brendshëm dhe atë të jashtëm. Për sa i përket vlerës shpenzime buxhetore së zës ministra, dhe si përfundim kërkoj që miratimin e këtij projektligji në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Dyrmishi. Marrëveshje është jo, pyetje dhe diskutime s'ka, kalojmë votimin në parim. Kush është dakord në parim me marrëveshje? Pro 3 e 3 6 7. Kush është tjetër? Aulona? Atëherë me 7 pro, asnjë kundër, miratohet në parim marrëveshja. Miratohet në parim marrëveshja e UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për ekurudhat shqiptare, rehabilitimi i ekurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i lidhjes ekurudhore me aeroportin ndërkombëtar Tiranës, zgjerim projekti. Kalojmë në votimin nën për nën. Neni 1 pro, kundër ska, abstenim ska, miratohet. Neni 2 pro, kundër ska, abstenim ska, miratohet. Kalojmë votimin tërësi. Kush është dakord në tërësi me marrëveshjen? Pro, kundër ska, abstenim ska, miratohet marrëveshja. Zonja Muçaj, faleminderit dhe ditë mbar. Edhe javë të mbar gjithashtu. Kalojmë tek shqyrtimi i pikës 4, 5 dhe 6 janë 3 projekt rezoluta. Projekt rezolutat u janë shpërndarë kolegëve të komisionit. Ka patur kolegë që kanë bërë sugjerime për projekt rezolutat. Zoti Gjiknuri, si relatori projekt rezolutës për ILDKP-in për vitin 2025, kena gjë për shtuar apo? Po. Pra, relatori